Kemi 4 punëtorë. Një rrugë të mirë nxjerrëm edhe këtu. Nuk kemi nevojë pagu qira kërkojna, nuk po mashtrohen një territor pjeshohen po vinë me kerrë të mira, ata nuk vedin që kanë dikë nuk ditë edhe bërë. Na çfarë se bujna e bujna në afitet tona. Na kon mas po na kon të varfën shumë se shkrumun, kështu përveç bunorit s'kena pas kurrë tjetër. Gërbëçorët janë shpirti i këtij vendit. Po ata më kthy nuk mujnë më. Jetën që kanë atje këto nuk mujnë me bë. Vëllai kum hjek se djali më ka shkuar të herë në Gjermani. Kretë në shku, kretë. Mergentar të vinë vjet për vjet. Mas e kanë ndërtu shpia të apet i kanë lënë të ashtu. Kur ma mirë se kemi pasë të ashtu, në fshatin Budakov, këtë fshatat, kur ma mirë nuk o konë. E kanë donë suar, e për të rënë, o të grasë punojnë kur një. Veç që të pastrimin në shpi, në barë një qonë duar e hajë. Përshëndetje për krejt mishemin nga unë Eliona. Jemi arsë në fshatin Budakov të komunës së Suharikës. Edhe me ardhe në këtë fshat, përveç cicerimave të zogjve që po i dëgjojmë në këtë fshat, nuk po shohim se ka njerëz ose që po i shohim duke frekuentu rrugën. Përveç kësaj, kemi dëgjuar se Budakova është një fshat shumë i bukur, ka shtëpi shumë të bukura, por fatkeqësisht këto shtëpitë e bukura edhe luksoze po shihet dhe dihet se janë shtëpi veç të mërgjimtarëve. Po vazhdojmë në fshat për me pa se çka ka të veçantë në këtë fshat, edhe me gjetë dikon prej banorëve për ta takuar realisht, edhe me na tregu diçka rreth fshatit se çfarë veçori ka. Hajdeni bashkë me mua. Të dashur miq, gjatë ecjes që po bëjna në fshatin Budakov, po shohim se janë shtëpi shumë të bukura, një fshat shumë i qetë, edhe me një ambient edhe natyrë shumë të bukur edhe të pastër. Përveç kësaj, krejt pozita e këtij vendi që janë ka tepër e bukur, një fshat shumë i rregullum, edhe me shtëpia shumë luksoze të bukura. Afër nesh e kemi edhe një shtëpi me të cilën ka qëndru sipas banorëve të fshatit, që na thanë prapa kamerave, kanë qëndru këtu ushtria çlirimtare e Kosovës, me të cilën po shënon edhe batalioni 2 brigada 123. Pra, gjatë kohës së luftës, një pjesë e madhe e ushtarëve kanë qëndruar në këtë shtëpi. Po vazhdojmë gjatë rrugës me tentu, me taku dikon prej banorëve, edhe me na tregu më shumë rreth fshatit Budakov. Meq gjatë rrugës që po e bëjmë këtu në fshatin e Budakovës, po e shoh prapa kamerave është një banor i këtij fshati, që po na kshyer edhe na po dojna me pyet se kush është, çka është edhe gjithçka më tepër. Përshëndetje Bac. Përshëndetje edhe juve, mirë dita. Çish po kaloni? Mirë kalojmë. Ju jeni banor i fshatit Budakov. Çish po kaloni në Budakov? Mirë kalojmë, fshati Budakov është një fshat malor, i cili zakonisht mirret me gërbet, me bujqësi. Nuk është vend që e kultivojnë shumë bujqësien, edhe kështu. A është një pjesë e vogël bile që merren me bujqësi? Jo, në fshatin tonë me bujqësi shumë, me bloktori, edhe ka me këtë shela nuk është vend malor, nuk bëhet shumë. Po shihet se është një vend, një fshat shumë i pastër, edhe me një rregullim shumë të mirë të shtëpiave. Kjo është fal gërbexhive, të cilët kanë investuar shumë në fshatin Budakov, edhe pse fshati Budakov është fshat tërësisht i djegun, sepse pushka po e lirisë është kristë të fshat, edhe është fshat i mermetuar pas luftës, gërbexhit kanë dhënë një kontribut shumë të madh, edhe fshati është i ndërtuar mirë, në fshatin tonë jetohet mirë, zakonisht jetohet me tona të gërbetit. Edhe tek këto ka dikush me blegtëri dhe me bujqësi më pak. E dim se fshati Budakov ka shumë dëshmorë të luftës, po tregom sa ka qenë i hjekun kështu nga lufta fshati Budakov. Fshati Budakov është një ndër fshatra më të rrezikuar të komunës Suharikës, është i djegun 100%. 100% luftë është i djegun, por fal kontributit fshatarëve që janë jashtëzakonisht punëtorë të mëdhenj, kanë arritur që fshati është i ndërtuar, ka problem, nuk kemi ujë sjellës, gjëra që nuk na mungojnë shumë. Gjëra që infrastruktura është e rregulluar mirë, edhe kështu. Mos kishte qenë te unë kisha menduar që edhe kjo shtëpia është e mërgjimtarëve. Pra, domethënë fshati Budakov pas ka shumë mërgjimtar. Po tregom çish është vera kur të vjen korriku, gushti, çish është vera këto prej njerëzve. Këtu për ne atë fillon gjallëria e fshatit, kthehen gërbëçort. Edhe fillon mermetimi edhe më i madh i fshatit, fillon një gjallëri pak më gjallë, gërbëxhitje, dashna ato, domethënë atëherë është korriku dhe gushti është gjallëria që në fshatit më shkurt. Kur po i përmend gërbëçort, po e shoh që po je i pikëllum. Tregon sa keni familjar jashtë ju? Po kemi, na kemi familjar jashtë, që të presën në ardhë.
Na jem këtu me djemë tjerë punojnë këtu, jem një firmë, 2 drejtare punojmë, na që ato jesëm gjallë. Po e dim që kur vinë gurbeqartë e di që na ndreqet krejt jeta verës. Tregon pak qysh është jeta me gurbeqartë, sa ka gjallëni fshati. Po ajo është, gurbeqartë janë shpirti i këtij vendit. Domthonë pa ata na as nuk e mendojmë jetën, se ajo që s'mund me jetë, pa as nuk e mendojmë jetën. A mendon që duhet më kthi pak gurbeqarë në vendin e tyne? Po është dash, na muna me thonë shka dush, po ata më kthi nuk mujnë mo. Sepse jetën që kanë atje këto nuk mujnë me bo. Edhe tash fëmija tyne janë adaptuar në një jetë. Ta jetë edhe e kanë vështirë më adaptuar në këtë jetën e këtu, po edhe aty në jurojnë sukses, edhe vetit jurojnë sukses këto, me kalu që shminë qështë. E dim tash që kjo koha e fundit, secili person po dalë në mërgem, në Gjermani, në Zvicër, në Itali. Tregon pak, a mendon që kanë me gjetë veten shumë ma mirë atje në kohën e tashme që po jetojmë? Po tash me folë realitetin, është shumë ma kesh në gërbet. Për shembull, jeta është ma anon, ma mërzitshme, po janë ambientuar atje edhe po dëshirojnë me jetu ma shlirë, ma shkurt. Çfarë firme thatë Bac që keni ju këtu? 2 drejtare. 2 Po drejtore. plastikës, rimdi plast. A ju shkon biznesi mirë? Po mirë shkon biznesi. Jashtëzakonisht shkon mirë. Jena korrekt, punojna me njerëz, nuk i gënjem edhe ata vim. Domethënë se jena shumë larg pe që në qytetit, nuk jem të interesuar me konë në qytet. Sa punëtore keni ju në firmën e juj? Kemi 4 punëtore. 4 punëtore? Po. Qysh ju ecë puna? Mendon që shumë ma mirë gjendemi këtu me një biznes tonë, se sa me dalë me punu për Unë për veti edhe më morë prish datë ditë në qua atje dhe më këthynë në këshamë në shkaj. Se jo me shku me jetu, po morë më në gjesë, këtë më këthynë në në nuk shkaj. Pse? Sepse në shratë të dalë, shoqënora me njerëz të fshatit tem, një rrugë të mirë nxjerrëm edhe këtu. Domethënë nuk kemi nevojë mi pagu qira kërkojna, nuk kemi nevojë me shku mi pagu kush në shtetin tuaj, i pagojna në shtetin tonë edhe kështu. Apo thuaj që shumë mirë na del që kjo rruga këtu që e kem, a me dalë në Zvicër dikon? Po kjo rruga këtu është në përmend me numra është shumë ma vogël, po kënaqësia është ma e madhe me haxhu që to këtu. Edhe me ditë me shfrytzu, tash mos më krahasu na për shembull po mashtrohen njerëz territor pjeshohen po vinë me kjerë të mira, ata nuk vedin që këtë dika nuk e ditë edhe bargj. Na çfarë se bujna në afsitë tona. Edhe për çata është pa mirë këtu. Përshëndetesh me dikan, shkon të një mjek, shkon të një shaq, shkon të një kajta, gërbeti këtu nuk i ka. A mund me dole ata në gërbet me shku musafir të njëri tjetrit? Po mund me shku musafir, po nuk kanë ku të bëhet mu jesin pa rrugë. Po thua? Po valla. Tregom që sa kuja ke fillu të firmës tone? Na e kena fillu që dikun ka një 10 vjetë. Që 10 vjetë. Që shën konë fillimet? Fillimet janë konë na konë mas, por na konë të varfën shumë, se domoni na konë të shkrumun, kështu përveç bunorit s'kena pas kurrë tjetër. Edhe ja kena fillu thuja gati prej zerrës. Po tash jena stabilizuar mirë. Punë shkojnë mirë ashtu. Jo tash me mona në fitim si në Zvicër sen, po për në Kosovë jem të kënaqur. Nuk na mungon për momentin nuk na mungon kurrë. Paga që i keni domethënë me këtë biznes janë të mjaftuar. Tregom fshati Budakov çfarë veçori të mira ka për çka njihet më shumë. Budakova njihet më shumë për mikpritje. Domethënë njihet prej kohës Turkijës, po njihet si fshat Budakov. Domethënë edhe nëse e thu dikujna në Prishtinë janë i Budakovës, e din njerëzit ku është Budakova. Domethënë këto njerëzit tonë kanë lënë emrin të mirë. Edhe tash edhe gjenerata e re një Budakovën, se domethënë shtabi i parë që kjo është krijuar në Budakovë. Dëshmori i parë i komunës së Arekës ka me 3 korrik në Budakovë. Edhe humbi thanë miqit, edhe Serbia i përmend sa zi ka pas këtë Budakovë. Fal njerëzve tonë, vullnetarë dhe fal fshatit që ka pas pozitën të mirë gjeografike, edhe kështu. Tha që domethënë njerëzit e Budakovës janë të njohur për mirëpritje. Pra halon Budakov nëse shkon te dikush pa i tregu, pa e thirrë që po vi. Je shumë i mirëpritën, edhe është problem me uqu për një ditë. Domethënë, fshatin Budakov ki njerëz halo që shkojnë me veshje kombëtare, janë rregullisht, domethënë standard. Po Budakova njihet për veçoritë, domethënë më të mirat komunës së Arekës njihet Budakova, domethënë besa e Budakovës është nivelin më të njëjtë, domethënë. Edhe mikpritja është nuk ka mundësi më konë ma mirë qysh.
Pra njerëzit e Butakovës është një pjesë e vogël apo një pjesë e madhe? Ja, Që e përdorin veshjen tradicionale ende? ja, veshje tradicionale ka janë gjeneratat e mosme, e mojnë për nostalgji diqysh. Gjeneratat e mosme e mojnë halon, mund ka numër të madh ka. Pra rrinë ende me tirqe, me plisa, me... Po, ato e mojnë. Për shkak se prindit e tyre i kanë mojt edhe e llogaritin vetëm pak ma shqiftare. Qysh është mirë pritja te ata? Ata është, domethënë i ftojnë njerëzit për qef për A darkë. kanë oda ende? Po, kanë oda, po i ftojnë njerëzit për darkë, veç me po, në shpellën ju ka dhënë fëmijëve që qysh partar janë vesh, qysh partar kanë net, kështu sa. Bac faleminderit shumë. S'ka përse. Faleminderit shumë për krejt thonat edhe shumë kohën që na kalofshit kushove. mirë. Të dashur miq, gjatë ecjes që po e bëjmë në këtë fshat, në rrugicat e fshatit Budakov, po e shohim se përveç shtëpive të mëdha, të mira, e gjitha të mira që i pas ka ky fshat, po e shohim se edhe një pjesë e madhe është e mbushur me gjelbrem. Gjatë ecjes që na e bëjnë këto, kemi hasë edhe me një pllakë me të cilën është e vendosur këto, që ka të bëjë me UÇK-n. Thotë se kjo shtëpia ka qenë pronë dhe është pronë e Isak Sallaukës, me të cilën gjatë luftës periudhës 1998-99, kjo shtëpi ka shërby si kuzhina e ushtrisë në periudha të caktuara. Kjo pjesë shihet se është simbolizuar në qershor të vitit 2025 nga komuna e Suharikës, pra është shumë afër që është vendosur kjo pllakat edhe është njoftim, domethënë për krejt ata që vijnë këto, si për gazetarë, si për çdo njeri ose banor ose vizitor që vjen në këtë fshat, për me e pas se për çka ka shërby kjo shtëpi, pse jo për me i tregu të mirat e njerëzve që kanë bërë gjatë luftës. Miqtë e mi, gjatë rrugës që përbojnë në fshatin Budakov e kemi taku një bac shumë njeri i mirë. Edhe na e kemi rastin për me bisedu me ta. Baca Tahir, përshëndetje. Përshëndetje. Qysh po kalane? Mirë po kalojmë. Tregom Baca Tahir sa vjet i ki? I kam 84 vjetë. 84 vjet. Unë e vetë se e qillova para kamerave, unë e dita sa vjet i kite, po kamermani se ka dit. Wallahi, ai se ka ditë. Hit se ka dit ai. Ai se ka majtë natë për me ditë na së në dim bashkë mirë. Qa të dikun një kam si? Unë nuk e din, as ti nuk e din vjetë tua, kërkush nuk e din cakt, se ti len pa dije. Në të kohën e juve ju kanë shkru, po nuk e kanë ditë sa Të vjet. hoxha e la kanë shkru. Po. Të hoxha në e kneva. Bas ti ki 84 vjet. Tregom qysh je me shnit. Në shënë të ke këtu mirë kokravit para që të molla kom. Nuk prit për gjë tjetër. Para që të molla që në gjep ka shkoj i kam. Qysh po kalonin fshatin Budakov? Wallahi, mirë po kalojmë, kur ma mirë nuk o konë. Kur ma mirë se kemi pasë të është, në fshatin Budakov, po në këtë fshatat, ndërtesa të reja këtë shpijat, ushtrimet janë botë mira, laqë nuk shkelmin më në laqë, pidera shpijës hetë. Baci Tahir, masi e kena natyrën shumë e mirë dhe veni shumë i mirë, po bisedojnë edhe po hecme. Ane. Tregon pak për fshatin Budakov, çfarë fshati është? Fshati Budakov i ka një 300 shpi. Po 300 shpi, po si që shpi ka 3-4 familje, pak shpi që janë kalablik. Vetëm një migja jem o 30 vetë. Një migja joti është 30 Po vetë. gjellë të vlavë janë 30 vetë. A jetojnë krejt bashkë me një shpi? Këtë bashkë jetojnë me një shpi. A pilojnë gratë të tyve me nejt me një shpi krejt O, kalabak? vëllaj, të kej këtu pikan lonë, të kej këtu. Këtë janë 3 pej, 53 vjetë të poshtë ata. Po, a? 7 vllazën i kanë aty tash 11 gra. Se ata gjellë të gjellëve janë martu një 2-3, ato në mund 11-12. A i kanë raportet mirë? Mira i kanë të këtu. Tregon pak a ka met njerëz halon në fshatin Budakov. A ka njerëz? Njerëz në fshatin Budakov të kej frikë ka pas, tash i kanë dalë. Mas i kanë ndërtu shpija ata, apet i kanë lonë qashtu, kanë donë Suarek, Prizren, Frizaj, Prishtin. Edhe në Gjermani e nëzisër ka Në pak? Gjermani, unë kam një gjallë në Gjermani. Po, a? Po, e ka shpinë vetë që e ka ble, me dhe toka që e ka ble pak. Na këtu në fshatin Budakov i pom shumë shtëpiat e mira, Qa, shumë ashtu. të ndreqta mirë, Të ama asë njërës i kna po. Gjinë s'ka se krejtë ta rinia se kur kohës tonë e këtyne krejtë që punojnë poshtë në Suarek, në Prizren, tonë edhe në për Gjermania në i kënej. Hajde po ecim Baca Tahir edhe pak, Qështë? edhe tregom.
njerëzit mërgjimtarët, a kanë me ardhë verës, kanë familjarët e juve? Mërgjimtarët vinë vjet për vjet. Që si ka i 23 korrek. Kanë me ardhë shumë frikë edhe pak kanë metë. Po. Asë një mujë Ata s'kanë fillon metë. me kretë në shku, kretë. I kanë marrë, edhe shkolla i ka pas 400 donta, tash 200 donta nuk i ka. Shumë pak njerëz kanë metë. Po për 400 donta kanë me 200. Kretë, shkollë kanë po, 3 shkolla janë. Po. Një shkolla u këtën qendër poshtë, një qatje. Po. Ajo atje i ka një 3-4-5 donta. Ajo atje i ka pak ma shumë një 6-8. E kja i ka një 150. Ba që ta herë, na e pom që njerëzit e Budakovës ko kanë shumë njerëz të mirë. Edhe kena marrë vesh që njerëzit e Budakovës ka hala që mojnë plisa, rinë me tërë, që ti për shembull je me plis. Dajmë kena shku me thjeshti me ato, po tash në kaluarën s'ka me thjeshti veç, unë shtë dhe një me halë teme. Edhe një ka metë me halë Po, tonde. unë pak për mas me. Ajo është i mirë, aj shumë. Po o vjetru aj o lua. Ti pse i ke hek tërqit? Qa? Pse i ke hek tërqit? Ku mujtë me tona, vëllaj, kum hek se gjalli, më ka shku kojtë herë në Gjermani, anë e këne, tjeshtit s'po marojnë mo gratë shkuna. Po, a? Ja, gratë ashtë janë kulturë krejt, për marak janë. A vëllaj, për onë me bujësis me punu, hisë punujnë. Hici alojnë shaj. Ja, vëllaj, për para, me që to kënë arnu. Po. Ta shi që alon shaj, asë në maru shkuna, asë me qitë me gatu ato sukur kanë gatu për para mirë. S'ka tash një mo. O pas tash të shitoret, furat krejtën gatë po janë. Furat këtë nuk janë të mira, ushqimi nuk ojë mirë sukur o konë për para. Po, e vërtet është, që së kanë, së është i mirë që shukan ma herët. Ama tash ja po pritojnë pak e gratë. O të gratë s'punojnë kur një. Valla gati e hitë kur një. Veç që të pastrimin në shpi, na barë një qonë dorë, haj. Tregon pak gratë e sotit. Ha, Pse po thu që s'po i bajnë krejt punë të këto mirë? punë nuk po i bojnë se tashti kanë mo shpijat mira, po kanë punë mrena shpijës. Ku të hishë është pasër së kënë në apotekë. Pa pe shef që po pasëroj ka në shpijen. Po mirë, po ushqimi, ti sa dush më shku pasër si më ta kishë ushqimin e mirë, s'mon është më konë e shnetshme. është më nërnën shumë. Ushqimi krejti i ka ndorë, buqësia i ka. Mi moj gjanë, mi mjell gjanë, me bot lynin, gjasin, këto. Fyrtik. To i shka blej, aj ti ka i shkan me marë në shitore, unë për blej të ashtë, se unë ku mbaj dalmë. Ti ka i për merë ato, kur aj nuk nësë kur me mbajt vetë. Po. A për para, gratit në pitë, bukësimite, bukëmërume, hitë pa fasaq, po atë mira shumë. Jo konë tepër, nga të reglit, po kjo kultura pak ma mirë, veshe masë ko ma mirë, qëra herë konë këtë desha. Ta është desha së të bush, me gjujtë. Vëllaj bepët maj, vesë misha i kam që ati falë edhe së veshe. E qa po menon na qikat e reja, e ke po kanë eri kena do pantollat shkym. Jo, po ato... Që shukon në kohën e juve, atëherë i keni marrë, i keni kip. I kanë pas do dimia, do në ma herët i kanë pas do done, në kajde tishtë ju. I ljesin qështu, po tashti qikat e reja, gjellë të ri, këtë ma mirë. Ma mirë. Sot për ma mirë, qikat këtë, kulturune ma mirë, këtë. Atës, më shefshin, kur gjo, po dresnin e kalojshin, amo kështë po mësishna. A shqiptarë jemi. Da shqiptarë, da angles, da shkajegi, po unë jem konë në Gjermani. Po, Në konë aeroplana në Gjermani. Ma mirë se që tashti rinia asë njëherë. Rinia është shumë e mirë, po rinia qështë gjonë që ashtu veprojnë. Po, kushtet e mira nuk i lojnë fort me shku me punu. po. Këta luftën se kanë po bashkë mirë, se shka të banë. Edhe është plaki i parë i krejta katuneve që i kemi vizitu diri tash, që po e vlerëson i rinin, edhe po tho që është tash shumë ma mirë se sa në kohën e ma hershme. a di bile si nata me gjitë. Si nata me ditë. Po, vëllaj, edhe
Si që në herë pi vlerësojnë edhe presh, po a mujtë e basta, a mujtë e s'unë shkoj ka herë në qare shkoj shpeshën për Izrael, a mujtë e basta, a mujtë anera. Do janë hala se kur kohën e më, kam dishka nduar, për të një moj. Prej krejt njerëzve që i kemi takuna për fshatna, je i parit që po na thu këto fjallë, se krejt po thojnë s'po na respektojnë rinia, nuk po na dojnë. Krejt do s'hene mirë, po kja puna është shumë ma mirë, tashti se gjithmonë. Isha dha nga Zoti, e nuk na rok na rruf, se kur së konë Kosova qështu. Ama dhe thia bëjnë fjalla ne kur që ata nuk kanë bashkë mirë, po mirë janë. Ata që e ki popullin, që shë gjemoti, që ashtu edhe hoxha. Po e vërtit. Edhe ata janë që ashtu. Edhe këta, kujtove më konë unë atjas, bëjmë gërbuja ngrepi veti mas pari. Të në shka tjesin, i hanë edhe gjoja. Faleminderit shumë për krejt kohën edhe fjallë të mira që na i tha diri tash. Vëllaj që të fjallë janë mirë ishi shala nga Zoti, se ata duhet të këta më shkollë. Duhet me lezu shapo bëhat në botë. Unë e për cjeli shapo bëhat, ja ta tri duhet me hapsë në që kaqë, së së në të kemi në që ta trit, ja, a trit se kam prejetu, zdinë, s'kan faj. Bas faleminderit shumë. A populli maj mirë, a populli shqiptar, Gjerman, Amerikan, që ta. Faleminderit shumë, Bas. Me njerë ku është je gjithë mirë. Miqtë e mi, gati se në përfundim të kësaj dite në fshatin Budakov, jemi thuj se në fund edhe gjatë kësaj rrugë që po e bojmë, po e shohim edhe xhamin e fshatit. Kjo xhami, si që po shihet nga larg, po edhe tash e kemi mundësi me po nga afër, po duket një xhami shumë e pastër, shumë e mirë mbajtur, me të cilën vetëm banorët e fshatit mundën me e bë këtan. Qysh po shihen edhe qysh po njihen banorët e fshatit janë shumë të mirë se që ceka edhe në fillim, shumë mikprica, po shihet se edhe kanë pastërtinë në nivel. Xhamia e fshatit mega e bukur, gjithsesi, mega e pastër edhe me një bare jo ashtu të rritur, është e mirëmbajtur në maksimum. Po shohim edhe nga afër edhe keni mundësi me pa edhe jo, se sa mirë po duket xhamia e fshatit Budakov. Përveç xhirimit që jemi të e bën, nuk mundemi me pështu pa bën ai foto me pjesën të mrekullueshme të fshatit Budakov. Është hapësirë e mega e madhe edhe një pamje mega e jashtëzakonshme që pas ka fshati Budakov, është një pjesë me të cilën po vrehet natyra e gjelbruar, shtëpia shumë të mira dhe pjesa malore shumë e bukur, shumë e pastër me krejta të mirat. Të dashur miq, pas intervistave që i patëm deri me tani me banorët e fshatit të Budakovës, ne ende po vazhdojmë ecën në këtë fshat, jemi thujse në përfundim. Gjithashtu po hasim edhe në një plakat tjetër, siç e patëm edhe pak më herët. Kjo është shtëpia pronë e Alosh Sallaukës, me të cilën gjatë luftës çlirimtare të viteve 1998-99, kjo shtëpi ka shërbyer si punëtori për rregullimin dhe kalibrimin e armëve. Pra këto e njëjta si kur pak ma herët ka pas shërbime të ndryshme me të cilat kanë hasur gjatë periudhës luftës 98-99, me të cilat e njëjta plakat është vendosur gjithashtu në këtë muaj qershor të vitit 2025, që është bë edhe nga komuna e Suharikës. Miqtë e mi të dashur, kaq ishte nga materiali përgatitur sot për fshatin Budakov të komunës së Suharikës. Ishte kërkesë kjo për ta vizituar fshatin Budakov nga zotri Ilir Caka, banori i fshatit, por njëkohësisht mërgjimtar dhe bashkëdhetar nga Gjermania, që me firmën e tij në Gjermani është sponzor i faqes tonë në Tiranë. Nga Budakova deri në fshatin e juaj, mirëmbëjtje.